Por ideja është që inteligjencë është do mbush barkun. Ai provide. Po kështu është inteligjencë. She can provide. Jo, inteligjencë është ajo. Po jo. Jo, deri në momentin që mon thot to profeti i pa vlla se nuk e lekë, dhe ai tjetri që ka shtëpi barin në Angli është më i zgjuar se aty. Kur mua më vjen nga këto lloj. Kushte nevoja. Kalojmë te nevoja pra. Pra, këtë ka bërë, këtë kanë bërë qeveritë me këtë punë. Shqipëria 2025-s. Ka vënë gjithmonë në kushte nevoje njerëzit. Shqipëria 2025-s është vend nevoje. Po. Pra, ka qenë edhe është. Në një vend nevoje, nevojçarët janë ata të cilët janë më inteligjentët. Sepse ata nuk e refuzojnë, nuk janë aq idiotë si puna ime dhe joja që nuk e refuzojnë sistemin. Dakord me ty bie, sepse kudo ku shkojmë ne lëm nam për mirë dhe për keq. Pra tregon që shqiptarët në shkollat më të mira jashtë arrin të jenë absolut me mësime, edhe për shkak të kësaj nevoje që e ka vënë në kushte të tilla të pabarabarta individin, por le të themi që edhe këtu në kushtet ku jetojmë, edhe unë jam e zgjuar, edhe ai i keq është i zgjuar, po kemi ca diferenca shumë të mëdha, në pamje, në figurë dhe në zë, po që prapë jetojmë në të njëjtin vend. Edhe diferenca është që unë nga ai kam një tjetër optik. Dhe unë them që ky vend nuk bëhet, sepse unë shoh edhe më larg, kurse ai shef deri këtu. Ka njerëz që kanë një pushtet, edhe duket vetë sikur kanë gjithçka.